Vazhdoj me njoftimet të tjera. Në Kosovë po merren në pyetje 40 persona të arrestuar dje në operacionin më të gjerë deri tani kundër të dyshuarve për përfshirje në luftrat në Siri dhe Irak. Gjykata themelore në Prishtinë pritet vendos rreth kërkesës së prokurorëve për masën e paraburgimit prej 30 ditësh për të gjithë të arrestuarit. Operacioni i SH-s erdhi pas shqetësimeve në rritje për shtimin e numrit të qytetarëve të Kosovës që po u bashkohen militantëve në Siri dhe në Irak. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Apazi. Në Prishtinë po zhvillohet marrje në pyetje 40 personave të arrestuar të hënën në ndyshimet për përfshirjen në luftimet në Siri dhe në Irak. Të gjithë ata janë të dyshuar për vepra penale, organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist dhe prokuroria e posaçme e Kosovës ka kërkuar që të gjithëve të shqiptohet masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Të gjithë ata u arrestuan në operacion të policisë ditën e hënë që cilësohet si më i madh deri tash i drejtuar ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari radikale. Operacioni që u zhvillua në shumë komuna të Kosovës sipas policisë pasoi vlerësimet për rrezikun dhe rëndësinë për sigurinë kombëtare, mbrojtjen e rendit kushtetues dhe të rendit e të ligjit. Armë, municion e mjeta shpërthyes janë konfiskuar gjatë operacionit në cilin ishte përfshirë qindra pjesëtarë të policisë, e cila beson se të arrestuarit kanë marrë pjesë në luftimet në Siri dhe në Irak dhe njëherësh kanë vepruar për krah organizatave të shpallura terroriste siç janë Al-Nusra dhe Shteti Islamik i Irakut dhe Levantit. Operacioni i SH-s ishte më i madh deri tash pas shqetësimeve në rritje për shtimin e numrit të qytetarëve të Kosovës që po u bashkohen militantëve në Siri dhe në Irak. Askush nuk e di numrin eksakt të tyre, por shërbimet e zbulimit pohojnë se janë disa qindra shqiptar nga Kosova, Maqedonia e Shqipëria që mund të jenë duke luftuar në radhët e militantëve në lindjen e mesme. Deri tash besohet se 16 qytetarë të Kosovës kanë humbur jetën në ato luftra. Autoritetet thanë se operacioni do të vazhdojë dhe mund të përfshijë edhe nxitësit dhe rekrutuesit e mundshëm të atyre që shkojnë për të luftuar atje. Operacioni i policisë u mirëprit nga institucionet vendase ndërkombëtare si dhe nga Bashkia Islame e Kosovës, e cila bëri thirrje kundër atyre që për krahin e nxisin gjuhë të urrëties, interpretim të ngushtë të mësimeve fetare dhe politizim të besimit. Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve që siç thuhet të mos bien prej individëve të papërgjegjshëm e pa adresë që manipulojnë besimin për qëllime jo humane jo fetare dhe në veçanti të rinjt që të mos bien prej grupeve të ndryshme që thirrën në emër të të ashtu quajturit xhihad dhe të një kalifati. Operacioni është mirëpritur edhe nga ambasadat europerëndimore që u bën thirrje institucioneve të Kosovës të zgjerojnë mjetet ligjore në mënyrë që të luftohen sfidat e tilla të sigurisë. Në pranverë, Parlamenti i Kosovës miratoi në parim një projekt ligj që ndalon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat jashtë vendit, një punë e mbetur përgjysmë që pret fillimin e punës së parlamentit të ri, tashmë të bllokuar nga një ngërç politik. Për Zërin e Amerikës, Besim Apazi, Prishtinë.